Lori mendon se Big Basta po bën një lojë ngacmimesh apo jo? Unë mendoj që ngacmimet e Big Bastës janë si pasojë. Kështu që mendoj që loja e Big Bastës deri tani, paktën për ne që shkojmë nga jashtë, familjarët, është siç është Big Basta në të vërtetë ashtu dhe jashtë. Nuk po ngacmon. Jo, nuk po ngacmon sepse po vjen si pasojë dhe ngacmimi. Domethënë është një kundërpërgjigje, le të themi, i të gjitha atyre që Big Basta ka marrë nga konkurrentët e tjerë. Në rrjetet sociale, familjarët e Big Bastës, Besa dhe ju keni kërkuar përjashtimin e Big Mamës. Si qëndron kjo? Dëshironi këtë gjë? Duhet të ndodhë kjo gjë? Në fakt, pjesa e konfliktit të Big Mamës dhe Big Bastës ka nisur që nga dalja e Ronit dhe Bigu ka qenë gjatë gjithë kohës, le të themi, i bullizuar apo i ofenduar me lloj epitetësh të ndryshme. Gjithsesi, kjo më finalja që kur u përmend dhe djali, që mendoj që në një lojë jemi të gjithë lojtarë, duam të luftojmë për atë çmimin e madh, po jo të dalim me goditje poshtë brezit derisa të preken familjarët nga jashtë. Mendoj që kjo ishte finalja që mund të bënte Big Mama për këtë. Kështu që reagimi Vesës si artiste që e njeh dhe Big Mama si artiste ka qenë shumë okay gjatë gjithë kësaj periudhe, po normalisht që ka dhe një ngarkesë emocionale në momentin që përmendet fëmia, sepse përveç se artiste është dhe nënë.